Sot do flasim për botimet e librave fetare që bëhen nga Bashkia Fetare Islame. Se çfarë libra, tematikat e saj e kështu me radhë, këtu me mua në studio kemi të ftuar drejtorin për çështje informative dhe botime pranë riasetit të Bashkisë Fetare Islame, zotrin Fidush Ibrahimit. Mirë se erdhët në emisionin në Ritmi i ditës në mëngjes. Mirë se u gjetëm dhe faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi. Atëherë fillojmë bisedën me këtë sektor ku jeni edhe ju përgjegjës drejtor. Mund të na thoni se çfarë qëllimi dhe vizioni ka sektori i botimeve pranë Bashkisë Fetare Islame? Po, fillimisht ju falenderoj edhe një herë për ftesën që na bët. Sektori i botimeve në Bashkinë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut është në kuadër të institucionit të Bashkisë Fetare Islame, i cili është institucion që përveç që kujdeset për mbarvajtjen dhe zhvillimin e jetës fetare në vend, në fushveprimin e saj ka edhe veprimtarinë botuese dhe që në momentin që unë jam në kryet kur mu besua nga kryetari i Bashkisë Fetare Islame, dhe më thënë është që nga fillimi i vitit 2024, edhe pse janë bërë edhe më herët botime që nga themelimi i Bashkisë Islame, gjithsesi nga pavarësimi i vendit dhe me zhbërjen e Jugosllavisë, domethënë që nga viti 1990, edhe para asaj janë bërë botime edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën turke, edhe në gjuhën maqedonase, por kur mu besua mua kjo detyrë, ne në bashkëpunim me kolegët përgjegjës për këtë dhe sigurisht me mbështetjen e kryetarit të Bashkisë Fetare Islame, ne vendosëm si qëllim që mos të ngelemi në vit të paktën pa 10 botime, 10 tituj. Dhe kështu që vitin e kaluar, vitin 2024... Me një çfarë mënyre i keni dhënë kusht vetës kemi vendos, këtij sektori. Si qëllim dhe domethënë kemi sfiduar në një farë mënyrë, kemi sfiduar veten dhe kështu që në vitin 2024 ne jo vetëm që e përmbushëm atë, madje edhe e tejkaluam, sepse ne vitin e kaluar kemi votuar mbi 12 tituj. Mbi 12 tituj dhe besoj që edhe këtë vit tashmë jemi në procesin e shtypjes së librave, janë 7 tituj dhe deri në mbarim të vitit besoj se do të arrim atë që e kemi vënë si kusht. Mund të na thoni se si përgjigjen temat dhe autorët për botimet që realizohen nga BFI-ja, pikërisht ka konkurs, na sqaroni pak këtë pjesë. Kështu, pasi Bashkia Islame kryesisht boton punime, gjithsesi libra me tematikë fetare. Po jo vetëm, domethënë kemi edhe tituj tjerë, megjithatë kryesisht pra botimet tona bëhen edhe për të kënaqur nevojat e institucioneve tona arsimore që i kemi, pasi siç dihet në kuadër të Bashkisë Fetare Islame gjithsesi funksionojnë edhe 5 medrese. Është medreseja kryesore, është medreseja qendrore Isabeu e djemve në Shkup, është medreseja e djemve në Shtip, pastaj kemi 3 paralele të shtrirra të vajzave në Shkup, Tetov dhe në Gostivar. Dhe botimet tona kryesisht pra janë për të mbuluar nevojat e nxënësve nëpër medreset tona. Gjithashtu ne kemi edhe Fakultetin e Shkencave Islame. Edhe domethënë botojmë materiale shkollore për të kënaqur nevojat tona, kuptohet? Por megjithatë, në Bashkinë Fetare Islame, pra sidomos në sektorin ton të botimeve, ne kemi një komision, është i formuar një komision, i cili përzgjedh dhe i cili nuk ka konkurs. Më thënë nuk funksionim në mënyrën si që funksionim për shembull Ministria e Kulturës ose në një institucion tjetër, të ne është komisioni përkatës për përzgjedhjen e titujve, materialeve dhe ata bëjnë pra përzgjedhjen materiale që na vinë për botim, ata i përzgjedhin materialet dhe kështu. Kështu vazhdoni. Cila është rëndësia e ruajtjes dhe dokumentimit të historisë të botimeve të BFI-së në gjuhë të ndryshme zakonisht që bëni? Ju e cekët edhe më herët se bëni gjuhën maqedone, shqipe dhe turqe. Po, pasi Bashkia Islame kjo është shumë e rëndësishme. Dhe Bashkia Fetare Islame boton në 3 gjuhë, madje edhe të 3 gjuhët, më thënë gjuha shqipe, gjuha maqedonishte dhe turke janë gjuhën zyrtare të Bashkisë Fetare Islame. Dhe pasi
Basia Fetare Islame është institucion i cili në vetë ngërthen dhe është përgjegjës për gjithë besimtarët në vend. E që janë, më thënë, përveç shqiptarëve që është pjesa dërmuese e besimtarëve musliman në vendin tonë janë shqiptarë, po megjithatë, pra ne kemi edhe besimtarë të komunitetit turk, komunitetit bosnjak dhe komuniteti rom dhe komunitetet tjera. Kështu që nga fillimi Basia Fetare Islame, domethënë, është përkujdesur që botime, domethënë në veprimtarinë botuese të përfshin gjitha gjuhët, gjitha komunitetet, domethënë të përfaqësohen në sektorin e botime. Kështu që madje botimi i parë që është bërë nga Basia Fetare Islame, në fakt atëherë edhe nuk është emëruar si Basia Fetare. Mejlisi Ulema është thirrë, domethënë, ose Mejlisi Shuyukh është thirrë më herët, do të flasim në kohën e Jugosllavisë. Botimi i parë që është bërë në gjuhën turke në vitin 1951. Botimi i parë është bërë në gjuhën turke, pastaj botimi i dytë që është bërë ka filluar pastaj, por botimi i parë në gjuhën maqedonishte është bërë në vitin 1983, ndërsa botimi i parë në gjuhën shqipe është bërë në vitin 1984. Po, dhe pra, thash, pasi ne jemi Basia Islame e cila ngërthen apo mbulon të gjithë besimtarët, përfaqëson të gjithë besimtarët e vendit këtu, është shumë e rëndësishme pra që ne të kemi në opusin tonë, të kemi edhe botime dhe ne madje vitin e kaluar kemi bërë edhe kemi votuar 2 botime, është një punë e jashtëzakonshme e kolegut tonë Shaban Ramani të ta lëvdroj këtu publikisht. Dhe ai ka bërë një përmbledhje pra të botimeve, gjitha botimeve që janë bërë në gjuhën shqipe nga ana e Basisë Fetare Islame, sektori i botimeve, dhe kemi edhe një botim tjetër që ka përmbledhur të gjitha botimet që janë bërë në gjuhën maqedonishte, anglisht, bosnjakisht dhe turqisht edhe në gjuhën rome. Domethënë në disa gjuhë ka. Po të gjitha ato i kemi të ruajtura dhe kështu ne edhe do të vazhdojmë. Sa është sfiduese të themi të botohet në disa gjuhë kjo për sektorin ju që e përfaqësoni? Po, është pak më problematike, pasi e përmenda edhe botimet, sepse kolegu jonë kur ka bërë përmbledhjen e të gjitha punime apo botimeve që janë bërë në gjuhët tjera, domethënë maqedonisht, turqisht, anglisht dhe bosnjakisht dhe në gjuhën rome, kemi hasur, është sfiduese, domethënë, sepse duhet angazhim pak më i madh, dhe për shkak të ndoshta mungesës së kuadrit adekuat ne kemi hasur në disa pengesa, por megjithatë ja kemi dalë për shkak se duhet, domethënë, të kesh njerëz për korektur, duhet të kesh njerëz për lektur, duhet të kesh njerëz që din gjuhën maqedonishte, din gjuhën turke, din gjuhën rome, sidomos dhe bosnjake. Prandaj është pak sfiduese, është problematike, por megjithatë kur njeriu synon të bëjë diçka, edhe mund të arrijë, padyshim që arrin. Si e ndihmon Basia Fetare Islame integrimin dhe edukimin fetar të rinjve në epokën digjitale tani? Po shihni, pasi tani më jemi në epokën digjitale dhe këtë nuk mund të shmangemi ne kësaj, gjithsesi edhe Basia Fetare Islame është përkujdesur që të rritë sidomos, domethënë, t'i përshtatemi kohës, t'i përshtatemi kësaj dinamike dhe zhvillimi, kështu që në medreset tona, mësimi, domethënë, zhvillohet edhe në forma elektronike, domethënë ne kemi smart tablet dhe gjithsesi mundohemi ne që edhe ne t'i përshtatemi kësaj kohe. Po gjithashtu është problematike dhe është sfidë kjo koha e digitalizimit sot, për shkak se është sfidë edhe për familjen, është sfidë edhe për shoqinë dhe për sistemin arsimor gjithsesi, sepse tani po në këto momente, në këto ditë po zhvillohet edhe panairi i librit në Prishtinë. Para disa kohë e patëm panairin e librit këtu në Shkup dhe të gjithë botuesit, ne e varejmë, domethënë ka rënë niveli i lezetshmërisë, edhe sidomos edhe të rit. Dhe kjo është pikërisht për shkak të kohës në cilën epokës të digitalizimit. Kështu që ne përpiqemi dhe mundohemi që
të inkuadrohemi, domethënë të ecim në hap dhe të mos lejmë dhe të na ikin edhe ata pak lexues që na kanë ngelur, se mos të rrit. Duke pasur e cekëm sa do pak pjesën e epokës digitale, po teknologjia tani më e dim që ka ecur para dhe keni menduar, a keni plan për botime të themi digitale apo platforma online, mund të themi për shumë njerëz, sepse ne e dim që gjithkund kemi besimtar musliman, qoftë edhe ata të shqiptarëve, ju e cekën se botimet i keni në disa gjuhë, por edhe për diasporën që e kemi jashta, domethënë që jetojnë nëpër vende evropiane. Sa jeni në këtë pjesë të integruar, themi? Shihni, ne edhe në webfaqen tonë, kemi disa shërbime që bëhen online, sidomos pagesa të ndryshme. Më herët është bërë digitalizimi i revistës, është i periodikut revistës Hëna e Re, një pjesë e disa numra të revistës Hëna e Re, i kemi bërë në formë digitale, mirë po, tash jo më larg se një javë, domethënë me 28 maj, Bashkia Fetare Islame ka nënshkruar një protokoll bashkëpunimi me Fondacionin për Studime Ballkanike. Është një organizat e cila ka marrë përsipër të bëjë digitalizimin e periodikeve të Bashkisë Fetare Islame. Domethënë kemi ne revistët tona Hëna e Re, kemi revistën Ikre, kemi takvimin që domethënë botohet për çdo vjet. Pra të gjitha këto do të digitalizohen. Megjithatë, ne po shqyrtojmë mundësinë dhe bëjmë përpjekje edhe ajo do të bëhet në një kohë të shkurt, ne edhe librat, edhe bibliotekat tona që kemi, domethënë t'i bëjmë në formë të digitalizuar, kështu që të kenë qasje pas, domethënë të kemi qasje pas, ne kemi, siç e përmendet, edhe diasporën tonë, të cilën kemi jashtëzakonisht marrëdhënie të shkëlqyera dhe lidhjet tona nuk janë të pandërprera, ne kemi sektor të veçantë për diasporën, pra ne kujdesemi edhe për këtë pjesë që të bëhet digitalizimi i botimeve, të bëhet digitalizimi i periodikave dhe të kenë qasje të gjithë ata që janë të interesuar. Pikërisht. Si e vlerësoni ju aktivitetin e Bashkisë Fetare Islame gjatë këtij viti dhe cilët janë prioritetet kryesore të Bashkisë Fetare, duke u bazuar pikërisht tek botimet? Ju sadopak në fillim i cekët ato disa, po konkretisht çfarë? Shiko, Bashkia Fetare Islame është e angazhuar gjatë gjithë vitit. Dhe ne kemi aktivitete që, domethënë aktivitete vjetore dhe deri më tani, domethënë sidomos ato aktivitetet më madhore që janë projekte vjetore, domethënë është muaji i bekuar i Ramazanit, pastaj vjen Kurban Bajrami dhe Haxhi. Që tani më është, domethënë është ka fundi. Dhe këto janë projekte madhore të cilat kërkojnë angazhim maksimal dhe përqendrim. Dhe ne me angazhimin ton, falë mbështetjes kryetarit Bashkisë Islame dhe gjithë kolegëve që jemi aty, kemi arritur që me sukses maksimal ne të realizojmë këto projekte, që i kemi projekte vjetore. Pastaj tregues i suksesit tonë në organizimin e këtyre projekteve, më thënë është se ne rezultatet tona për çdo vjet vinë e rriten rezultatet tona. Më thënë ne kemi rezultate pozitive, më thënë duke filluar që nga viti 2023-2024. Madje, ne që për çudi që është kemi shënuar rezultate pozitive edhe në kohën në periudhën kur ishte Covid-19, më thënë epidemia. Edhe në atë kohë ne kemi arritur rezultate të jashtëzakonshme. Më thënë falë angazhimit dhe se nuk është lehtë më thënë të bësh organizimin e udhëtimin e mbi 2000 njerëzve që tani gjenden në Axhillak. Të bësh organizimin, fluturimet deri në atje, pastaj akomodimin në Mekë, pastaj akomodimin përsëri zhvendosja prej Mekës në Medinë. Kthimi i tyre, kujdesi shëndetësor ndaj tyre, kujdesi gjithçka, domethënë të kryhet me sukses gjithë ky operacion, domethënë duhet angazhim maksimal. Dhe në vitin e kaluar, Bashkia Fetare Islame nga Maqedonia është shpallur si një ndër organizatorët më të mirë. Po vitet e fundit, domethënë këto 2 vitet e fundit, ne shpresojmë dhe besojmë që edhe këtë vit, pasi
të gjitha informatat që na vinë është organizimi mrekullueshëm, pra është renditur Basia Islame në vendet e para për nga suksesi i organizimit të haxhit, sepse nuk është lehtë që tashmë janë mbi 5 milion haxhi nga gjithë bota. Nga gjithë bota. Prandaj, pra projektet tona realizohen me përkushtim maksimal. Pra, këtë e kemi edhe si porosi nga kryetari i Basisë Fetare Islame, sepse ne bartim emanetin e këtij populli. Pikërisht. Bartim emanetin e këtij populli dhe ne nuk guxojmë të zhgënjejmë në asnjë mënyrë. Asnjëherë. Pikërisht dhe si shpërblim keni marrë me sa di unë disa viza plus për këtë vit. Ajo kemi marrë, po nga Ministria e Haxhit, si shpërblim për Ministria e Haxhit kemi marrë disa viza për shkak të suksesit organizimit të mirë që keni pikërisht dhe kjo është për t'u përshëndetur. Shpresoj që ky numër i agjilerëve këto viza të rritën, sepse e dim që interesimi është çdo vit është në rritje. Atëherë kthehemi ne në temë. Cilët janë sfidat më të madha me të cilat përballet Basia Fetare Islame në fushën e edukimit dhe botimeve, të themi? Shiko, si çdo institucion, edhe Basia Islame edhe Basia Fetare Islame, domethënë kemi sfida, ballafaqohet me sfida dhe kryesisht është çështja e botimeve. Ne kemi një fond të veçantë, domethënë fond të veçantë për botime, por megjithatë, domethënë kërkesat e shumta që vijnë nga autorë të ndryshëm, pasi ne thash botojmë punime libra autoriale, botojmë përkthime, edhe interesimi është aq i madh sa që ne nuk arrim dot, me fondin që është i paraparë për botime, kjo është sfida e parë, por megjithatë ne e tejkalojmë edhe këtë, e kemi tejkaluar edhe këtë punë, sepse ne kemi nënshkruar disa memorandume bashkëpunimi, sidomos me Arabinë Saudite, me Katarin, me vendet nga gjiri arabik atje, dhe ato të shfrytëzojmë pikërisht pra një pjesë të fondeve, ne shfrytëzojmë për ta tejkaluar këtë problemin e financimit të botimeve. Pra, në probleme në rrafshe tjera të botimit nuk kemi. Problemi vetëm është ky, po megjithatë ne bëjmë përpjekje maksimale që edhe kjo të tejkalohet. Dhe dash Zoti përse të mos shtojmë nga 10 të bëjmë 20 botime në vit. Pra kjo është si sfida jona që ne mundohemi që edhe këtë ta tejkalojmë. Shpresoj në të ardhmen t'ja arrini qëllimin. Gjithsesi. Mund na thoni se si e mbështet Basia Fetare Islame kërkimin shkencor dhe publikimet akademike në fushën e islamit? Po, Basia Fetare Islame, më thonë, mbështet të gjitha projektet, më thonë që kanë të bëjnë me punime akademike dhe tash jemi më në rrjedhë dhe sipër është procesi dhe puna për themelimin e një reviste shkencore. Tash më të bëjmë, thash, ne kemi revistën tonë, periodikët tonë, kemi revistën Hëna e Re, pastaj kemi revistën Ikre, është e shkollës Medreseja Isabeu, shkolla e mesme, pastaj kemi revistën për fëmijë Hënëza që botohet nga Miftinia e Shkupit, dhe tani jemi më në proces në formimin e dokumentacionit dhe shumë shpejt ne do të kemi edhe revistën shkencore dhe gjithsesi kjo është një nxitje edhe për gjithë ata që duan shkruajnë për akademikët tonë, pra të paraqiten me punimet e tyre dhe kjo është gjithsesi një mbështetje për do të ketë konkurs për këtë pjesë apo thjesht? Po, do të ketë konkurs. Nuk do të jetë sikur këto botime tjera. Jemi në fillim të kompletimit të dokumentacionit, të themelimit të saj dhe pastaj sigurisht se do të ketë, kjo do shkojë me konkurse me gjithë ata që duan të paraqiten me punimet e tyre. Mund të na thoni për bashkëpunimet me Shqipërinë dhe Kosovën në sferën e botimeve, si i keni? Po. Në çfarë si marrëdhënie, çfarë niveli jeni? Jashta sferës së botimeve ne kemi marrëdhënie të shkëlqyera me Basinë Islame të Kosovës, BIK-un dhe KMSH-n, pra Komunitetin Musliman të Shqipërisë. Sidomos në sferën e botimeve, ne tashmë kemi në proces të shtypjes së librit, është një projekt që ka qenë projekt i përbashkët i Basisë tonë fetare, Basisë Islame të Kosovës dhe KMSH-s. Në këto tre trega të themi. Tre Basitë Fetare Islame, kështu që edhe më herët kemi pasur, domethënë kemi votuar një
është botuar Ilmihal i zgjeruar, do thënë jo ai Ilmihal klasik që ka qenë i njohur te popullata, po është Ilmihal i zgjeruar, do thënë me informata pak më të përgjithësuara, dhe ai ka qenë projekti i përbashkët i Bashkisë Islame të Maqedonisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Ndërsa tashmë është në botim projekti jon tjetër i radhës, ndërsa besoj domethënë ka muaj gusht e kemi edhe projektin tjetër të radhës që gjithashtu është në fakt ky është me bashkëpunim me Bashkinë tonë Islame me Bashkinë e Kosovës. Do thënë bashkëpunimi jon nuk mungon. Ne kemi bashkëpunim të mrekullueshëm. Do zbuloni se për çfarë projekti bëhet fjalë konkretisht? Bëhet fjalë për botim të një libri kapital, do thosha për literaturën islame, do të thënë për teologët tonë, për kuadrët tona, ndërsa do të thënë do ta shpalosë këtu para jush, planifikojmë dhe do ta realizojmë deri në fund të vitit. Duhet të realizohet kjo, planifikojmë që 3 bashkitë islame, Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, deri në fund të vitit duhet të bëjmë edhe një ekspozit, për të gjitha monumentet islame të rënuara gjatë luftave që kanë vizituar në këtë vend. Pra kemi bashkëpunim të mrekullueshëm me të gjitha. Dhe kjo është mirë. Ju gjithashtu sadopak i cekët revistat të cilat janë pranë Bashkisë Fetare Islame, ku njëkohësisht edhe ju jeni kryeredaktor i revistës Hëna e Re. Të flasim pak për këtë revistë. Kur ka filluar kjo revistë të botohet, të publikohet? Revista Hëna e Re është një nga revistat që në vitin 2022 kemi kremtuar 35 vjetorin e Hënës Re. Është mbajtur edhe një konferencë shkencore, 35 vjet Hëna e Re. Hëna e Re si revistë, domethënë ka filluar të botohet, numri i parë është botuar më 1 maj 1987. Dhe nga atëherë nuk është ndërprer asnjëherë. Me atë që, domethënë, fillimisht është botuar në 3 gjuhë. Domethënë shqip, maqedonisht dhe turqisht. Më pas ka shkuar deri te numri 34, domethënë dhe që nga viti 1992, domethënë pas pavarësimit, duke parë nevojën e kohës dhe atë që pjesa dërmuese besimtarëve musliman të këtij vendi janë shqiptar, domethënë është paraqitur nevoja që ne të bëjmë këtë revistë, të bëjmë vetëm në gjuhën shqipe, domethënë ta ndajmë dhe e kemi emëruar Hëna e Re. Më herët është emëruar El Hilal. Domethënë El Hilal dhe ka qenë 3 gjuhë, ndërsa që nga viti domethënë janar 1992, nga numri 34 fillon botohet vetëm në gjuhën shqipe dhe me emrin Hëna e Re. Me atë që edhe botimi në gjuhën turke dhe maqedonisht nuk është ndërprerje. Domethënë ato botimet është i bëhen 3 mujore, ndërsa Hëna e Re ka vazhduar, domethënë deri në këtë ditë është revistë mujore. Çdo muaj kemi dhe fal njerëzve përgjegjës dhe kryeredaktorëve që kanë udhëhequr me këtë revistë, domethënë e kanë mbajtur gjallë ndër vite. Unë nga viti janari 2024, domethënë nga numri 388 e kam marrë, domethënë revistën dhe tash presim është numri i fundit është 404 i revistës tonë po. Pastaj, siç i përmenda, kemi edhe këto revista tjera, revista Ikre që botohet nga nxënësit e medresesës apo. Po. Pastaj përmenda edhe Hënësën, ajo ka filluar në prill të vitit 2023, është revistë kulturore për fëmijë. Sa është interesimi, të themi, për këto revista? Se zakonisht siç e përmendëm, domethënë kjo është një sfidë në vete. Është një sfidë në vete, thash, për shkak të asaj që lexueshmëria tashmë ka rënë, prandaj pikërisht për shkak të kësaj ne do të kemi filluar një pjesë të digitalizimit të, domethënë shkojë edhe në formë elektronike. Hëna e Re, sepse të rinj tashmë, po edhe në përgjithësi njerëzit, domethënë shumë pak lexojnë libra kështu, më shumë kanë qasje në për mjetet e teknologjisë dhe
kjo është një thash sfidë në vete, ne megjithatë ne e shpërndajmë revistën tonë, domethënë revista tonë shpërndahet në përgjithë ambatinit, në përgjithë xhamit, dhe kështu që ajo që na gëzon është se revista jonë thash kemi festuar 35 vjetorin dhe tash së shpejti do të bëjmë edhe 40 vjetorin e ekzistimit të kësaj reviste dhe domethënë kjo nuk do të ndalet pasi është edhe një shenjë dhe simbol i bashkisë fetare islame. Pikërisht dhe në fund, pasi që jemi edhe ditë e gjuma konsiderohet si një ditë shumë e rëndësishme, një ditë feste që kemi çdo javë, mund të themi feste për besimtarët musliman. Cili do të ishte mesazhi juaj për këtë ditë të madhe? Po, siç e theksuat, dita e gjuma është dita më e bukur e javës, sipas parimeve islame, kështu që unë do t'ju kisha dëshiruar që të kaloni ditë sa më të bukur. Ju edhe gjithë shikuesve të televizionit tonë dhe duke lutur Zotin e Madhërisëm që t'ju bekoj, t'ju jep shëndet, t'ju bekoj në punët tuaja dhe gjithë shikuesve tonë t'ju jep shëndet, mirësi. Sidomos, pra mos ta lejnë që këtë ditë të bukur, të bekuar, ta kalojnë, më thënë, pa ndonjë aktivitet të mirë dhe të bukur. Faleminderit shumë edhe nga ana juaj që ishit këtu në emisionin e mëngjesit ku biseduam, u njoftuam me sektorin e juaj që ju përfaqësoni dhe shpresoj që t'i arrini të gjitha qëllimeve që i keni planifikuar gjatë këtij vitit, por edhe gjatë viteve të ardhshme. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit.